Edhe koalicioni Vlen ka konfirmuar se është arritur konsensus i plot për paketën finale të reformave në arsimin e lartë, pas një takimi me kryeministrin Christian Miskoski dhe ministrin e arsimit dhe shkencës Vesna Janevska. Nga Vlen bëjnë të ditur se ndryshimet synojnë ndërtimin e një sistemi më cilësor, më të drejtë dhe më gjithëpërfshirës për universitetet në vend. Sipas koalicionit, ky vendim vjen si nevojë për një vlerësim më të balancuar dhe meritokratik, duke garantuar se asnjë i punësuar nuk do të humbas vendin e punës. Në vend të tij pritet të vendosën mekanizma të rinj që do të nxisin zhvillimin profesional dhe avancimin në karrierë. Universitetet do të kenë më shumë hapësirë për zhvillim cilësor dhe autonomi funksionale. Gjatë gjithë kësaj periudhe, përfaqësuesit e Vlen kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm me rektor dhe profesor, duke siguruar që kërkesat reale të universiteteve, veçanërisht atyre shqiptare, të reflektohen drejt për drejt në këtë reformë. Vendimi që rangimi për organizimin e ciklit të tretë të bëhet nga universitetet më të mira është një standard që rrit cilësinë, ku universitetet në gjuhën shqipe do të jenë pjesë aktive dhe konkurruese. Vlen siguron se universitetet në gjuhën shqipe jo vetëm që nuk do të dëmtohen, por do të vendosen në pozita të barabarta me të gjitha institucionet e tjera, si pjesë e mbështetjes konkrete për arsimin e lartë. Nga atje njoftojnë se është përmendur edhe investimi prej rreth 40 milion eurosh për kampusin universitar Nën Tereza.